zakonisht kur më ftojnë me përkujtu ose me folë për dy prilin, gjithmonë ndihem siklet të dashën mike, sepse edhe për gjanat e mos arritme, shpesh dal në zhargon gek kur flas, edhe për gjanat e mos arritme, edhe për përvetësimin që i bane të pa meritumt asaj datë, edhe për dhimbjen e mos zbardhjes që ja lo sot vazhdon e bren harrisin vetë parë, ma që jam unë për balë teje, por besoj edhe gjdo të prekun të asaj datë, familjeve të martirëve, edhe të plagosënve që nuk kanë kënd të pak. Duke kënë për disa vite edhe drejtu si shoqatës antikomuniste marrë kombëtare 2 prilli, normalisht takimet kanë kënë të shpeshta, të përzemërta si gjithmonë, sepse në fundit janë njerëz që kena do sakrifice ideal, gjithashtu edhe zhgënjimi është i përbashkët. Edhe zhgënjimi është i përbashkët, njerëz që lane me gjak rrugët e vendit ku kena le, rrugët e qytetit ku kena le, rrugës e Shkodër-Locës, ndoshta kur e trajtojnë këtë mënyrë, duket sikur po shes gjak. Kur tham nuk morën e qa meritune, duket sikur po shes gjak, por të më njejnë shikuesit e ndëgjuesit, nuk është kjo ajo çka du me theksu. Kur tham zhgënjim e mos marrët asaj që meritojnë, flas për një konglomerat gjanash. Kjo ofte edhe çmimin me fjalë moral. Me fjalë njerëz që thyne bishën e kuqe të kos, nuk patne as stimuj moral për gjatë këtyne 35 vjetëve me një vedin të vlerësum. Edhe kjo besoj që jo vetëm për 2 prillin, po për shumë data që shënjojnë kthimin e demokracisë në Shqipni, është dhimbshme, është dhimbshme. Ta ludoj ndoshta është e tepërt, por thonë vija trasha mendoj që mos pakti ka kënë dëshire mungu me gjitha palve, a për përfshirje, apo thjesht për shkodron që i thojmë për muka jetë, nuk dita të dhe gishtin mi plag, por që ajo në gjarje, jam 4 ciprisht i binur, kanë kënë gjitha mundësinat për mu zbardh, kjo është e pa diskutueshme. Unë kujtoj takimet me Bezhanin, të famshmin që shkruajti edhe librin, për kur ishte se ishte avokat i familjeve edhe i plagosën dhe 2 prillit në gjyqjet që u zhvilluan në Shkodër, takimet që kena pas me te, bisedat e gjata që kena pas me te, ku njerëz shpreheshin në hetusin e kohës, që unë i kisha cilësu, unë po flasën vetë parë, personalisht, i kisha cilësu me ftyrë edhe me emën, i kisha thonë, këtë e kam pa, ky nuk ka qenë duke gjujt, por e kam pa që i po ju ulte armën një nga gjujtësave. Përgjigja, jo po nuk nxjerrin shokët. Imagjinon sa e rëndë është në gjë tillë përgjigje, nga ato që ti me gjakun tanë ke sjellën po shtet edhe për që të zbardhin një ngjarje që i ka shënju historinë e Shqipnisë. Kësaj këto janë gjanat që më kanë lënë hijen e dyshimit që ka kënë diçka që nuk kanë dasht me zbardh. Për të ardhë të
Partia Demokratike edhe zhvillimet e mëpasme do të tregoj diçka që e ka shkruajt Zoti Mulleti në kujtimet për ngjarjen e 2 prillit. Zhgënjimi i parë edhe përplasja e parë në fytyrë të atyne që do vinin më pas ishte ardha mas ngjarjes 2 prillit e Avdi Balec edhe Skënder Gjinushit në Shkodër. Avdi Baleta edhe Skënder Gjinushi vinë në Shkodër, takojnë një grup intelektualç shkodran që ishin fut në grevë urijet mas ngjarjes 2 prillit. Me motivin kërkojmë zbardhjen e ngjarjes 2 prillit, vini takojnë edhe i nxjerrin nga greva. Avdi Baleta si përfaqësues i Partisë Demokratike në atë kohë, Skënder Gjinushi si përfaqësues i partisë po lete pushtetin. Që këtu është ballafaqimi i parë me zhgënjimin e madh që do pasote. Çne që Partia Demokratike me përfaqësues saj kërkon dalin nga greva të intelektualëve shkodran, cilit kishin motiv të vetëm hyrjen nga grevuriet, zbardhjen e ngjarjes 2 prillit. Pse? Të dalin doktori, vazhdon me kenë lider, dikush thret lideri historik i PD-s. Dalin të ma thojnë për qa? Përse unis ajo e semblancë në Shkodër për me kërku naljen e grevës? Ç'motiv kishte? PD-ja duhet ishte flamurtare me kërku zbardhin e atyne martirëve që e sollën pushtet de facto. Pse? Nuk jam vetëm unë aktori që ka boj pyetje të tillë. Pse PD-ja një farë mënyrët nuk e deshi as vetë zbardhjen e 2 prillit. Edhe këtë më afërt se doktori, është fakti që sapo të thash, dëshmia që sapo të thash, është fakt i gjallë për cilën doktori moralisht duhet kthejnë përgjigje, sepse pavarësisht zhvillimeve në kaotike të viteve të para të demokracisë të brisht, demokracisë pa ardhën shqiptare, unë për këtë kam bine, është demokracia pa ardhën shqiptare akoma, por nëse kjo është opinion personal edhe nuk kam pse kërkoj me nda me njerëz, pse nuk mund vita Avdi Baleta pa një mandat PD-s me kërku ndërprerjen e grevës? Pse do të PD-ja ndërprerjen e grevës intelektualëve Shkodran, cilët kërkonin thjesht zbardhjen e 2 prillit, zbardhjen e ngjarjes. Kush me urdhën kujt u vranë këta djem, me urdhën kujt u plagosën këta djem, kështu që ai ka kohën me kthy këtë përgjigje. Sa është gjallë ka kohën me kthy këtë përgjigje. Shpresoj që edhe nëpërmjet kësaj interviste që po bëjmë ta përqojmë zanin deri tek ai që në qoftë edhe për me liru shpirtin, nëse ka gjëra për me liru shpirtin, ta kthejmë këtë përgjigje, me fjalë. Pse u kërku ndërprerja e grevës intelektualëve Shkodran që thjesht kërkoshin zbardhjen e ngjarjes. Të rinë e Beris nuk e kam marrë. Jam kontaktu nga njësia, më kanë pyet, i kam thonë demokrat dherë që të desme, fjallë, por nuk kam marrë tesërën e rithemelimi, si që quajnë. Tesërën e basë se kam pas. E me rrallë. E Azemit, ka kënë inicia fare, Azemin atë ko nuk ishte tesërë, Azemin atë ko shërut e letra vërtetim. Res Morana, antar i forumit, ngarkohet për ngritjen edhe zhvillimin e Partisë Demokratike në vend në atë kohë Lagja Skanderbeg, janë jo vetëm që i ruj, me fjalë po për qef, me fjalë kur dush ti bie edhe me i pase me ta, akoma mburren, me fjalë, edhe shpesh miqtë e mi dhëtorit thojnë harris ndoshta të pasunit e këtyne dokumentave
është fatkeqësia jonë, sepse shumë kush i pa merit, e i pa gen, e i pa familje që ka orë mas nesh, e ka frikë të shkumen tonë. E duke e pas frikë të shkumen tonë, normalisht që do të leqisin, do të lanë zgrip, do të lanë qoshe, sepse në ballafaqim me ty, përballë një publik, ose përballë një audience, s'ka me qa përfatsohet. Nërkohë që ti je, unë e shumë mitësi unë, se unë nuk jam Beluli i famshëm i adoni ma për Belulin, por na kanë, kështu e shprehin, na kanë frikë të shkumen, edhe ndoshta për këtë na leqisin e nuk na afrojnë, nuk na kanë afru kurrë. Antari i Këshillit Kombëtar, antar kryesiet i dyshit. Me fjalë, relativisht kam pas poste që më kanë mundësu që t'i ndjek nga afër zhvillimet. Më kanë mundësu që t'i ndjek nga afër zhvillimet. Pse thash për mu nuk është lideri historik? Do t'a shtrojnë dy prizme. Dashnia është një patologjike. Nuk ka të bëjnë me logjikën. Të paktën kështu e mendoj unë, nuk pretendoj të kem monopolin e drejtas vërtetës, por unë kështu e ndjej edhe kështu e them. Si dashni, unë jam rrit me frymën e Saliberisë. Edhe kush demokrat thot ndryshe, gënjen shpirtin. Ai ishte fryma e tij, karizma e tij cilën e ka të pafundme, duhet ta pranojmë. Edhe sot me moshën që ka një temperament të fortë që ndoshta ne veriorëve edhe që kuna tërheq. Po tjetë për dashni, unë kam thonë, sikur ai si individ, jo si kryetari i PD-s mo, si individ, të më thrasi për një hall të vetin, unë sot, për dashnin që kam pas për te, për njëjen që kam pas me te, për frymën me cilën kam kalu adoleshencën e pastaj edhe rinin teme, unë shkoj edhe i gjinem në çdo gjë. Politikisht për mu, që me vendosin e lulit kryetar, e në vazhdim, ai bani një hap në cilin nuk du t'ishte këthuj ma. Kur më thojnë se më kanë cilësu shpesh edhe si bashist, mrena subjektit në cilin kam aderu, atë që i folet i përpara. Unë i kthej përgjigje drejt për drejt. Unë kur kandidoj Basha, unë kam kënë me Bashën në vazhdim. Kam pas marrëdhënie, por kur kandidoj Basha me të njerin Sokol, unë i kam dhënë votën Sokolit. Kurse këto që cilësojnë anatemojnë vrerosin njerëz sot me mesazhet e leadershipit PD-s, nga Sala edhe tjerë që e rrethojnë, që i ka dhe sot ata të vere mosurit, që i ka dhe sot Romullak, me fjallë, me Albana, me Lula, me kryetar Këshillit Kombëtar, me sekretar përgjithshëm, votoshin për Lulin. Mandej doli Luli tradhtar, edhe duhet shkoshim gjithë, a kanë këto njerëz harrisi Luli, a kanë vetë vendosje, qa janë këto njerëz që nuk mendojnë me fjalë janë turma morfe që mendojnë me mend e tyne, si të thojnë këto, ajo është e vërteta? Sisoj, për mu i ka hup e vlera e të kenit lider për mu, kjo është gjithmonë pikpamje personale. Prap i ndojmë dy kategori, janë idhëtarët edhe demokratë. Idhëtarët do jenë gjithmonë mazberis. Një grup i caktuar, një masë e caktuar do jenë
janë ata që janë, ato që quajta me fjalë, ato që e kanë dashunin e pa tretshme në ujë. Si një mas që nuk tretet dot në ujin e të vërtetës. Pastaj janë edhe demokrat intelektual që mendojnë, që e kuptojnë që dashnia me logjikën edhe me të ardhmen e PD-s janë dy vija paralele që s'kan mu taku më kur. Unë jam në ata që fatkeqësisht e mendoj të tillë. Unë jam në ata që fatkeqësisht e mendoj të tillë me dhimbje, më duket sikur për interesat veta krijesën e vet, sepse deri diku unë e quaj PD-n krijesë të vergjis. Pavarësisht rrethonave, kësaj më dhimbet që ky individ që në fundit me merit apo merit mori shumë prej demokracisë të brisë shqiptare, më dhimbet që po kaq shumë po kërkon me zhbjerrate, me vrate. Ndërkohë që mund të tërhiqte me nerë, edhe do meste, besoj të ishte tërhek me nerë, do meste për zgjatit në historinë e Shqipnisë, sepse prej se erë demokracia, edhe deri më sot në ditë që po flasim lull, unë një gjë do e thëmë. Unë nuk ditë këtë pas qeverisje më të mirë se 2005. Një mandat i vetëm, 3 vjeqar, 4 vjeqar, por për mu ka një nër qeverisjet më të mira që ka pas Shqipnia. As 19-a, as 2020-a, po 2005-a, nëse kujton zhvillimet, kujton punët e mira që u bane, kujton antarësimet që u bane, ka nër qeverisjet e mira. Edhe duke pas shansin që të kishte edhe një 4 vjeqar të tillë në qeverisje, duke pas shansin që për arsye geopolitike, për arsye politike të jashtme, arriti të kishte edhe një të hillte vetes një background tillë, një disa arritje mallore, mund të tërhiqte edhe të meste një histori si një emën i mirë i këtij vend. Në bjerrje të vazhdueshme. Thonë shkurt, në të kurrje, në bjerrje të vazhdueshme, gjana që nuk po i tham unë, gjana që i thojnë numrat. Janë fakte që numrat flasin, Partia Demokratike po bjerrët ditë për ditë, fati mall për këto që qeverisin, me pas një opozit të tillë, një opozit që i justifikon edhe i mundson pushtetin e gjatë edhe të pa kufi. A ka marrëveshje për këtë punë në dyja palët? Faktet janë që në mos pas marrëveshje ka konsensus opozitar për këtë vazhdim të trisht që ka PD-ja. Edhe me hi me folë për fakte, për nuk ashtë vendi as ku vendi, gjithë që janë deputet edhe leadership i të zjathës, dihet që kanë bizneset përbashkëta me eksponent majt, nuk ashtë se po i thot Harrisi, po shpik Harrisi rotën, janë gjana që dihen botnisht, edhe kjo ndoshta i bën me kënë komod harrojnë që demokrat mushin listat e ushqimoreve të lagjeve dhe jetojnë dhimbshëm. Ka zhgënjim në mas, ta thash shumë kush nuk largohet për konsekuencë qëndrimi, shumë kush nuk largohet se s'ka ku shkon, shumë kush nuk largohet për atë dashnin patologjike, edhe ajo pjesë iltar shmesin iltar të përhershëm.
T'imagjinosh me fjalë që harrisi një individ me përjardhje den baba den konservatore, një individ pishtar demokracijet i plagosën me medalje të rimnijet, etc. Gjen prehje në këtë arenë politike të fjalët edhe të sloganet e një neomarksisti si që është Arlind Qorri. A kupton që paradoksi me fjalë kuna ka çukja politike e mrapsht, me fjalë unë konservator i djathtë në gen, gjej prehje të Arlind Qorri, një neomarksist, është me fjalë, s'kam me fjalë, besoj e kam shpreh thelbin e asaj çka du me thonë, me fjalë. Imagjino çfarë politiket e mrapsht edhe e trisht është bën këtë vend, sa të bash të djathin të lvizi nga boshti ideologjik, është të merr. Unë nuk e kam çmu kurrë, sepse për mu edhe ai ka ardhur si delfin i dikujt. Po flas në këtë rast për zotin Saliani. Nuk e çmoj, për mu edhe ai ka ardhur si delfin, me fjalë ka ardhur i pa merit. Edhe është fut në leadership Partisë Demokratike. Po përtej kësaj, përjashtohet se po kandidon, me fjalë vazhdon të menumit, vazhdojnë me na injektu të menumit me kokën e tjetër kujt. Deri dje, këtë individ e kishim tradhtar me Lulin, mandej këtë individ e kishim hero për njekun politik të fundmin e të burgosën e politik, sot rishtas e kena të vetë përjashtum, në që ose është vetë përjashtimi se ke shkel statutin, po i vetë përjashtumi bjen me kene edhe Berisha, nenin Basha, në rithemelim Berisha e Vuni. Parimisht shkele, i vetë përjashtumi bjen kështu. Shko, në menoj vetë përjashtimi në çdo gjë që ti e cilëson demokratike nuk duhet ekzistojnë, por unë jam i zaj që i bërtas në shkretini, tham shpesh vetë, jam i zaj që i bërtas në shkretini dhe nuk pres që me më ligju kush fort, por të pakten kur flejnë dark, flej qetë Luli sepse i kam bërtit vërtetat e mia. Historikisht i kam bërtit me shumë kosto personale, me jashtëzakonisht kosto personale, por ka i herë nuk ka të pagu me i gjumi natës. A i gjumi pas skelete në për dollape nuk ka të pagu me ka herë.